Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të mësojmë si mund të flasim për veten tonë në anglisht. Do të shohim disa shprehje shumë të rëndësishme se si mund të prezantohemi me disa shprehje të shkurtra, por dhe të thjeshta. Pa humbur kohë, fillojmë me shprehjen e parë. Përshëndetje, emri im është. Në anglisht mund të thuash Hello, my name is. Hello, my name is. Dhe sigurisht më pas mund të shtosh emrin tënd. Më pas kemi një shprehje pak më informale, që mund ta përdorësh me miqt ose të afërmit ose me njerëz që ti ke një marrëdhënie të ngushtë. Hi. I'm. Më pas vendosim emrin. Hi. I'm. Jam nga. I'm from. I'm from. Dhe sigurisht shtojmë shtetin. Për shembull, nëse jemi nga Shqipëria ose jetojmë në Shqipëri, mund të themi jam nga Shqipëria ose në anglisht I'm from Albania. I'm from Albania. Jam emrin tuaj dhe më pas si e ke emrin, në anglisht mund të thuash I'm. What's your name? What's your name? Jam lindur në. I was born in. I was born in. Jetoj në. I live in. I live in. Jam një student ose studente, në anglisht mund të thuash I'm a student. I'm a student. Jam në pension. I'm retired. I'm retired. Jam I ose e vetpunësuar. I'm self-employed. I'm self-employed. Jam I martuar ose e martuar. I'm married. I'm married. Jam beqar ose beqare. I'm single. I'm single. Kam 2 fëmijë. I have 2 children. I have 2 children. Kam një familje të madhe. I have a big family. I have a big family. Kam një familje të vogël. I have a small family. I have a
small family. Dhe dy shprehjet e fundit. Kam një vëlla. I have a brother. I have a brother. Dhe kam një motër. I have a sister. I have a sister. Tani do të shohim një dialog të thjesht se si mund të prezantohemi në anglisht. Ky është një shembull. Kemi Anën e cila do të thotë diçka rreth jetës së saj. Fillojmë me dialogun. Do ta përsëris vetëm një herë në shqip dhe dy herë në anglisht. Fillojmë me shprehjen në shqip. Përshëndetje, unë quhem Ana. Në anglisht mund të thuash Hi, my name is Anna. Hi, my name is Anna. Jam nga Spanja. I'm from Spain. I'm from Spain. Jam studente dhe po mësoj anglisht. I'm a student and I'm learning English. I'm a student and I'm learning English. Në kohën e lirë më pëlqen të shikoj filma dhe të lexoj. In my free time, I like watching movies and reading books. In my free time, I like watching movies and reading books. Kënaqësi që u takuam. Nice to meet you. Nice to meet you. Një këshill, do të të sugjeroja të ndaloje videon dhe ta përsërisje përsëri dialogun nga fillimi. Shohim tani dialogun numër 2. Në dialogun numër 2 kemi një tjetër personazh, Danielin, i cili përsëri do të ndajë diçka rreth jetës së tij. Fillojmë. Përshëndetje, unë quhem Daniel. Hi, my name is Daniel. Hi, my name is Daniel. Jam 18 vjeç dhe jam nga Shqipëria. I'm 18 years old and I'm from Albania. I'm 18 years old and I'm from Albania. Jam nxënës në shkollë të mesme dhe po mësoj anglisht, sepse dua të udhëtoj dhe të studioj jashtë vendit në të ardhmen. I'm a high school student and I'm learning English because I want to travel and study abroad in the future. I'm a high school student and I'm learning English because I want to travel and study abroad in the future. Jetoj me prindrit e mi dhe motrën time më të vogël në Tiranë. I live
with my parents and my younger sister in Tirana. I live with my parents and my younger sister in Tirana. Në kohën e lirë, më pëlqen të luaj futboll, të dëgjoj muzikë dhe të kaloj kohë me miqtë e mi. In my free time, I like playing football, listening to music, and spending time with my friends. In my free time, I like playing football, listening to music, and spending time with my friends. Më pëlqen gjithashtu të shikoj filma dhe të mësoj gjëra të reja në internet. I also enjoy watching movies and learning new things online. I also enjoy movies and learning new things online. Kënaqësi që u takuam. Nice to meet you. Nice to meet you. Ky pra miq ishte mësimi i sotëm. Shpresoj të ketë qenë i vlefshëm dhe të keni mësuar diçka të re. Faleminderit që ishit këtu dhe shihemi në videon e radhës. Goodbye.